Po zhvillohet në Lushnjë procesi votimit për zgjedhjen e kryetarit të ri të degës së Partisë Demokratike. Qendra e votimit u hap në orën 8 në selinë e PD-s dhe do të qëndrojë e hapur deri në orën 18 për të dhënë mundësinë anëtarëve të shprehin vullnetin e tyre. Procesi po zhvillohet në një atmosferë të qetë dhe pa incidente, ndërsa anëtarët vijojnë të paraqiten pranë kutive të votimit. Dega e Partisë Demokratike në Lushnjë numëron mbi 3500 anëtar. Në garë për drejtimin e degës janë dy kandidat, Julian Meço dhe Gentian Çela, të cilët gjatë fushatës kanë kërkuar mbështetjen e demokratëve duke prezantuar vizionet e tyre për organizimin dhe forcimin e strukturave të partisë në Lushnjë. Pavarësisht konkurrencës, të dy kandidatët kanë përcjell mesazhe bashkimi dhe bashkëpunimi, duke theksuar se gara duhet të shërbejë për forcimin e Partisë Demokratike dhe jo për krijimin e ndasive mes anëtarësisë. Falenderojmë të gjithë demokratët që po vinë të shumt për të votuar për të bërë zgjedhjen e tyre, siç edhe shikohet, atmosfera është e qetë, këtu sot do fitoj Partia Demokratike. Është saktë, ne jemi të dy bashkë, ky është një mesazh për ta lënë për qytetin e Lushnjës, për demokratët lushnjar. Ne i ftojmë marrin pjesë masivisht, procesi po ecën mirë dhe ky lloj bashkëpunimi do jetë dhe mbas kësaj gare. Meqense jemi këtu, përfitojmë nga rasti, nesër është protesta për spitalin dhe ftojmë gjithë qytetarët që të na bashkohen. Rezultati përfundimtar pritet të bëhet publik pas mbylljes së votimit dhe përfundimit të numërimit gjatë mbrëmjes.